Kryetdemokrati Sali Berisha ka votuar në shkollën Kosova në Tiranë. Ai shoqëroi nga bashortja e tij Liria, djali i Shkelzen Berisha, bashortja e tij Armina Mevlani. Gjithashtu ishin edhe dy fëmijët e Shkelzen Berishës, të cilët votuan për herë të parë. Në një prononcim për mediat, ai u bëri thirrje shqiptarëve të dalin masivisht në votime. Një thirrje zemre për çdo qytetar shqiptar. Sot të votojnë për vetën e tyre, për fëmijët e tyre, për pensionet dhe rrogat e tyre, për punën, punësimin, biznesin, fermën e tyre. Të votojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre në këtë vend. Zoti Berisha do njihni verdiktin e qytetarëve të cilët Tani, do të ketë? një minutë, të votojnë. Unë me që më pyet çdo njeri që takova, unë takova njerëz të gëzuar, të sigurt në votën e tyre, do të kemi një ditë të dytë vere.